Dash fjalën për fjalë, ju lutem tani. U keq kuptua zoti Berisha. Të nderuar deputete dhe deputet, çfarë ka ndodhur? Ka mundësi zoti Noka ju tërheq vëmendje për fjalorin, ndryshe do ju nxjerr jashtë nga seanca. Përmbauni. Ju a kam dhënë fjalën disa herë për çështjen. Ju a dash fjalën disa herë për procedurë për avokatën e popullit. Nuk mund ta merrni fjalën për procedurë me përsëritje. Besoj për kaq jeni të vetëdijshëm dhe ju, dhe sidomos ju personalisht. Tani ule atë gisht, të lutem, ka fjalën zoti Berisha, ja dash të plota 10 minuta. A ja dash fjalën për 10 minuta. Zgjodhi të ulej të fliste nga vendi. Jo, zgjodhi të fliste nga vendi. Jo, nuk ishte procedurë sepse e konsumuan procedurën. Prevalon, po nuk ishte pra procedurë, se e ngriti njerë që ishte për procedurë. Zoti Berisha është i vjetër, këtu e di shumë mirë këtë punë. Zoti Berisha ka fjalën, përgatitet zoti Gogu. Të dashur qytetar dhe qytetare, sot kreu i Partisë së Krimit ju tërheq vëmendje për fjalorin. Ajo nuk është Partia e Krimit, është Partia Socialiste e Shqipërisë. Ju tërheq vëmendje për fjalorin. E para, do ju jap drejtë herën tjetër. Do të ruash vendin. Po sigurisht që do ruaj vendin, po dhe ju lutem. Mos më bëj të t'jap në një. Po moderoni fjalorin jo si zakonisht. Kreu i Partisë Krimit mori epitetin më në fund më të merituar si Ramaduro i Europës. Të dashur qytetarë dhe qytetare, dje një medje jashtëzakonisht të rëndësishme dhe ndëgjuar në Shtetet e Bashkuara më kërkoi një intervistë dhe gazetari i mirënjohur Njoman filloi pyetjen e tij: Zoti Berisha na fol pak për situatën në Shqipëri dhe Ramaduron. Pra, është bërë famoz për dy aspekte kryesore: për narkoshtetin dhe farsën elektorale. Kjo verë ju nuk festuat dot fitoren kallp me farsë, sepse këtë verë në Bruksel, në Strasburg dhe të gjitha forumet ndërkombëtare u damkosët si një grup i shkrirë në një me kartelet e drogës. Petro, kush të nxori ty nga parlamenti? Kartelet të nxorën, ta them unë ty. Unë e di që ti do dalësh këtu do thur jo e këto ato, po ato të nxorën. Se po të kishe qenë i tyre nuk dilje ti. E do t'a japish, po s'ke që jep fare. Se e automat. S'ke asë gjë që të jep, që të thush ti. Se ti do thush atë që kanë programue. Fol s'fol një lloj flet. Ndaj dhe në qoftë se në Shqipëri, ku është ajo Sara? S'është këtu, asë Zeqineja, s'janë këtu ato. S'kan ardhur akoma. Pra, në qoftë se në Shqipëri u zhvillue farsa më shëmtuar elektorale, ajo pati pasqyrimin më damkosës në botë. Ky që është këtu është marrë vesh se Troplin të paguan 10 milion euro emërimin e tij. Po ajo që ishte me e veçanta
ishte se në rruën me atje tjetrin, me Arkendin. Po, e morët vesh ju Arkend milionerin, që i kishte dhaj nga pojat, nga ata pojat e Vlorës. I kishte milionat. Këthe ishte me një rogaj, me një rogë pedagogu. Ishte me 2,sa milion. Apo nuk u bëjnë për shtypje këto. Pra, narkoshteti i parë dhe i vetëm po kundërmon sot çdo ditë e më shumë në rajon, në Europë dhe në botë. Autopsia që po i bëhet procesit të farsës elektorale tregon kriminalizimin nga kreu i piramidës tek punojsi patronazhist i piramidës suj. Tregon se zbatuat një piramid. Mashtrimi, falsifikimi, trillimi, dhe kjo ishte farsa elektorale. Përdort metodat më të turpshme që mund t'jenë përdorë në njëherë, në një vend. Zhvilluat zgjedhje si Zimbabwe në 30 vite më parë. Dhe pastaj të mos quhet Ramaduro. Në disa aspekte ja kalon dhe Maduros. Se aju ankuar se mafia shqiptare po më nërhynë në punte e veta. Por u pa gjithashtu se Shqipëria është vend i shtetit monist, i shtet elektoral. Pa dje në Strasburg, delegacioni ose Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës kërkon ndarjen e partisë nga shteti, çka vetë kupton sundimin e partisë shtet në këtë vend. Por krahas partisë së krimit, instrumentet e saj janë po kaq kriminal dhe antikushtetues. Kam përpara këtu deputetin Qani Xhafa, një deputet i nderuar, njeri respektuar në qarkun dhe kudo. Dëgjojeni miq, i të porositur ushtarët e këtij horës e ndaloj dhe i thonë se je me shpejtësi dhe ke konsum alkooli. Ky ishte krimi i tij, pristi. Kush e jeton dhe kush merret me dosin e tij, thoni ju? Altin Tropini. A mund të imagjinoni ju, a ndodh në botë që me një çështje civile, me një çështje të pastër civile, të një qytetarit jashtë detyre, të merret kreu i skapit, të merret njeriu i cili certifikoi krimin antikushtetues, krimin elektoral, si të ligjshëm, si të amnistueshëm. Unë e kuptoj se ju një pjesë nuk do jeni ma. E kuptoj. Përfundoni fjalën. Asnjë prej jush, Zoti Berisha. Asnjë prej jush, për një minutë, asnjë prej jush nuk ngrihet dot të mbroj këto të vërteta. Si ka mundësi? E keni nga frika? E keni nga pasuria?
E keni nga keqbërjet që u rëndojnë? Përfundoni fjalën. Çfarë the? Pritani. Pritani. Nuk ka kohë, përfundoi. Pra, Koha përfundoi.